Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Presidenti rus Vladimir Putin paralajmëroi Shtetet e Bashkuara në lidhje me një përshkallëzim të mundshëm të konfliktit nëse Washingtoni jep Ukrainës raketa Tomahawk me rrezet të gjatë veprimi. Vendosja armëve të tilla do të nënkuptonte përfshirje ushtarake të SBA-s ai në klubin e diskutimit Valdei në Soçi. Putin e përshkroi situatën si të rrezikshme duke theksuar fuqinë e armës dhe potencialin e saj për të dëmtuar Rusin. Ai vuri në duke se ndërsa futja këtyre raketave nuk do të ndryshonte ekuilibrin e fuqisë në fushën e betejës në luftën e Ukrainës, kjo mund të tendoste marrëdhëniet midis Rusisë dhe SBA-s dhe të çonte në një fazë cilësisht të re të përshkallëzimit. Ai tha gjithashtu se Rusia do të përmirësonte sistemet e saj të mbrojtjes ajrore për të kapur këto raketa siç ka bërë me sulmet Atak-MS. Në përfundim të samitit të liderëve europian në Kopenhagen, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky u bëri thirrje vendeve të Bashkimit Evropian që të tregojnë vullnet të fortë politik për të vepruar ndaj agresionit rus dhe për të garantuar sigurinë e kontinentit. Sipas The Guardian, ai theksoi se Europa nuk duhet të presë më për ndryshime të favorshme, por të ndërmarrë hapa të qartë për shkëputje të plotë nga Rusia në çdo aspekt ekonomik dhe energjetik. Sa më pak lidhje me Rusin, aq më sigurt është jeta në Europë, deklaroi Zelensky, duke shtuar se Rusia po intensifikon veprimet e saj destruktive dhe destabilizuese në rajon. Sipas presidentit të Ukrainës, mbështetja ndaj Ukrainës nuk është vetëm një çështje solidariteti, por një nevojë për vetëmbrojtje të Europës. Presidenti francez Emmanuel Macron i pranishëm në samitin e Kopenhagenit kërkoi më shumë paparashikueshmëri strategjike nga Kopenhageni dhe paralajmëroi se çdo dron rus që shkel hapësirën ajrore të Bashkimit Evropian mund të shkatrohet më njëherë. Ai bëri thirrje që të përshpejtohet miratimi i paketës së 19 të sanksioneve ndaj Rusisë, e cila do të përfshijë kufizime të reja mbi sektorin e energjisë dhe bankat ruse, ndërkohë që kancelari gjerman Friedrich Merz njoftoi se liderët e Bashkimit Evropian do të marrin një vendim përfundimtar për përdorimin e aseteve të ngrira ruse për të ndihmuar në fund të tetorit. Ekziston një vendosmëri e madhe që Rusia të paguajë për dëmet që ka shkaktuar, tha ai, duke theksuar se përdorimi i aseteve të ngrira do të shërbejë si burim i qëndrueshëm për rindërtimin e Ukrainës. Ne të gjithë jemi në rrezik, raketat më të avancuara ruse mund të godasin Romën, Amsterdamin ose Londër me shpejtësi 5 herë më të lartë se ajo e zërit, deklaroi sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte. Kjo do të thotë se të gjithë jemi në krahun lindor, shtoi ai. Presidenti rus Vladimir Putin është kundërshtari ynë kryesor, kërcënimi kryesor në planin afatgjat, theksoi Rutte. Sekretari i përgjithshëm u bashkua takimit komunitetit politik evropian në Kopenhagen. Ai mori pjesë në seancën plenare, si dhe në një diskutim në tryezën e rrumbullakët me udhëheqësit evropian dhe presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky mbi sigurinë dhe qëndrueshmërinë. Kryeministri britanik Keir Starmer zotuar se do bëjë gjithçka që është në fuqinë e tij për të mbrojtur komunitetin hebrej në Britaninë e Madhe pas një sulmi terrorist jashtë një sinagoge në Manchester ku humbën jetën 2 persona. Sipas policisë së Manchesterit, agresori goditi fillimisht njerëzit me makinë dhe më pas sulmoi me thik një burr jashtë sinagogës Heaton Park Hebrew Congregation në lagjen Cramsall. Ai qelloi për vdekje nga policia vetëm 7 minuta pas marrjes së alarmit. 2 anëtar të komunitetit hebrej humbën jetën, ndërsa 4 të tjerë ndodhen në gjendje të rëndë në spital. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.